Thuhet që ka pas dukuri paranormale pubi. Po, në një foto. Në një foto, thuhet që ajo vajza është më e frikshme, është si filmi The Ring. Të thëmë diçka tash. Se këto pubet janë të ndriçuara shumë ulët. Aty janë 7 pube në atë zonë, janë shumë ikonike, janë shumë të fshehura, kupto. Edhe njëri është njifet shumë që është shumë haunted, që do të thotë me fantazma. I përndjekur nga fantazma. Edhe për këtë, thotë shumë, për unë, të folë vërtetën, nuk kam... Po, Afrim, imi duke parë foto, se është një vajzë të sipër që ato thonë se është ghost. Po unë nuk kam përjetu diçka, por vetëm një gjë, që këtë e kam bëha dhe me bas me shumë klienta, që unë i kam qefe me shumë rri me zemën. Që i ketë preferuar. Po të preferuar. Unë kam një orë aty, që ora sa da vesh të është i 9. Mas 24 orë shko një orë para. Kjo është 100% të besohet. Po mos është me defekt, mos ka defekt. Jo, prit. Ta është një 7-8 klienta, më kanë shku, më kanë bodhë dhurat orë, mu më thonë, ba gjenjë orë të mos, së s'punë orë, se na fiksove kështu për dhe ora prap shkon? Edhe unë e qesh se vetëm për sëris njëtën histori me i person të ndryshëm. Kupton, i thëmë, a e kam bë këtë orë, unë fiks për para, po shko një orë para, kështu që tash i e loj një orë para. Një djallë që quhet Mike, më shkoj më leu një orë, edhe unë jakom, se kam ato CCTVs, e një jakom rekordu gjithë natën. Po. Që asë një se ka prekorin, kur ka artë ditën tjetër, jakom tërgu kretë ato në vidin, i kom thënë shikoje, vetëm shko një orë pa, vetëm një orë, nuk shko asë një orë e 5. Dhe këtë fush magnetike. Mos ka vdekur kjo vajza. Kjo pastaj është fillon, ajo e ka të dytë. Po nuk shko më shumë se një orë, vetëm një orë. Shko një orë para. Asë një orë e 5, asë 20 minuta. A ndrojnë orën në anglisë që ndruam në dje? Jo, ata se ndrojnë orën, apo jo? Jo, ndrojnë orën. Po. Ajo vazhdojnë shko një orë para. Një orë para, ta shi e leja ashtu një orë para.